Nuk e besoj se Egli është kaq puritane. Gert Ferra analizon raportin e saj me Gjestin, ajo ka gjërat e saj sekrete. Teksa i ftuar në një emision për të folur më shumë për Big Brother VIP, ishte bishbanori i shtëpisë Gert Ferra. Ai ka analizuar lojën dhe situatat në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, duke qenë se gjithçka po i afrohet finales së madhe. Dinamikat kanë ndryshuar dhe secili po synon finalen, por çfarë mendon Gert Ferra? Teksa tha, nuk më duket e njëjta shtëpi, pothuajse në 20 ditët e fundit, dhe duket sikur secili ka nxjerrë thikat, shpatat dhe mburojat, e secili ku të gjej një cep që të gjuajë, të masakrojë, të marrë shpirtin, një lloj ekstremi që nuk e di. Pozicionet tashmë u janë bërë të gjarta të gjithëve. Shikoj një Gjes që tashmë e tradhuan të gjithë. Prezantuesja e pyeti se kush nga banorët mendon se ka tradhuar më shumë Gjestin, teksa Gerti u përgjigj duke thënë: ai do ta mbaj akoma gjallë shpresën se ai me Eglin e ka mbyllur, më duket mua përfundimisht. Besoj se e ka mbyllur. Egli pasi doli jashtë dhe arriti të dilte në konkluzionin që është sakrifikuar kot për Gjestin. Një gjë që unë e kam parë ka qenë në shtëpi kur ka hyrë Gjesti, dhe e kam parë se si ajo nga dita në ditë i nënshtroi Gjestit, shkonte me vullnet të lirë drejt tij deri në pikën pastaj që e pam që i ul në gjunjë i thoshte më fal, derisa kaloi në ekstremin që edhe asaj nuk i bëri më mirë. Për Eglin nga ana tjetër, kjo Eglia ka ndonjë gjë për të na thënë neve në fund të fundit, apo do vazhdoj të na tregoj që unë hyra në shtëpi për të pastruar imazhin e jam ajo goca? Çfarë është kjo? Po shikojmë çuditëra. Kam për të thënë që kjo Egli ka pasur një lidhje përpara se të hynte në shtëpi, a ka lënë ndonjë gjë hapur? Po të hapësh kamerat e Top Channel-it e shikon me vëmendje kush e ka sjell ditën e parë fare kur ka ardhur në Top Channel. Po shkruan e gjithë dynjaja, nuk e ka mohuar askush. Unë e njoh vetëm si emër, jo si personazh. Po i bjen në qafë këtij djali tjetër, po e masakron këtu, kur ti për vete ke skilete në sirtarin tënd. Mario quhet, instruktor palestre, janë njohur të dy në palestër. Përfundoi Gert Ferra për dyshën Gjesti Egli.